Prej veçorive të Ramazanit është se në çdo natë të Ramazanit ka lirim prej zjarrit. Çdo natë nga një listë del e re për njerëzit që amnistohen prej zjarrit. Që i bie se ka njerëz, domethënë që e kanë emrin të shkruar për me qenë prej banorëve të zjarrit, po në Ramazan u shlyen emrat prej asaj liste. Dhe kjo ndodh çdo natë gjatë Ramazanit. Prej veçorive të Ramazanit është se në Ramazan krijohet një atmosferë, një ambient shumë i përshtatshëm për me bë vepra të mira, edhe shumë i përshtatshëm për me i lënë vepra të këqija. Kjo ndodh për shkak të asaj që na ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të vijë Ramazani, prangosen djajt, shejtanët, hapen dyert e xhennetit, mbyllen dyert e xhehenemit. Hapja e dyerve të xhennetit e bën më të lehtë punën e veprave të mira, mbyllja e dyerve të xhehenemit edhe prangosja e shejtanëve e bën më të lehtë braktisjen edhe lanjen e punëve të këqija, edhe kjo është një prej mirësive shumë të mëdha që Allahu i madhruar u jep robërve të vet një herë në vit. Edhe gjatë këtij sezoni të mirësisë që është Ramazani, gjatë këtij muaji, njeriu mundet me shfrytëzu këtë situatë që krijohet për me e bë një avantazh, një përparësi, një përparim të vetin në drejtim të kënaqësisë së Allahut fuqiplot, po njëkohësisht edhe në drejtim të përmirësimit vetanak.